Korça ka qenë sërish në qendër të vëmendjes kulturore me organizimin e edicionit të 18 të festivalit ndërkombëtar të karnavaleve. Ngjarja, e kthyer tashmë në një traditë, ka sjellë këtë vit një numër të konsiderueshëm grupesh artistike, jo vetëm nga Korça, por edhe nga vende të ndryshme të rajonit dhe më gjerë. Drejtoresha e Kulturës në Bashkinë e Korçës, zonja Zajmira Kita, u shpreh se ky edicion ka qenë i veçantë si për nga pjesëmarrja, ashtu edhe për kostumografinë dhe risitë që sollën grupet pjesëmarrëse. Kemi 6 grupe të huaja, sepse Bullgaria ka 2 grupe bashk, ndërkohë kemi Greqinë, kemi Malinezi, Maqedoninë e Veriut dhe për herë të parë në karnavale Polonia. Kemi dhe 22 grupe të Korçës që siç e pat ka rreth 60 kostume të reja që nuk janë parë herë të tjera, janë 400 persona të veshur në paradë, ndërkohë që shumë publik ka jashtë. Dhe jo vetëm qytetarë të Korçës, më ka bërë përshtypje se më kanë ndaluar në rrugë edhe të huaj, edhe të tjerë nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Festivali është pritur me entuziazëm nga banorët vendas, por edhe nga vizitorë dhe turistë të shumtë. Karnavalet jo vetëm janë entuziazmi i qytetit, që tregojnë edhe të gjitha grup moshat të vegjël si edhe të rritur, vinë këtu dhe tregojnë epoka të ndryshme, kultura të ndryshme, i tregojnë duke u bërë vetë karaktera, duke i dhënë frymë kostumeve të tyre. Është një nga ditët më të bukura të vitit, se janë karnavalet më të mëdha që bëhen në Shqipëri. Dhe jemi të lumtur që jemi pjesë e karnavaleve. Më e bukur se kur. Nuk ka ku të shkoj më bukur se sa karnavalet e Korçës. Ne jemi vetë korçar edhe jetojmë në Tiranë, kështu që patjetër që traditat janë shumë bukura dhe dua t'ja u përcjell të gjithë fëmijëve. Grupet e karnavaleve kanë përshkuar bulevardin Republika për të përfunduar më pas në pazarin e vjetër të qytetit, ku atmosfera festive arriti kulmin mes muzikës, ngjyrave dhe energjisë së pjesëmarrësve. Ky festival vazhdon të jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të qytetit të Korçës, duke promovuar jo vetëm artin dhe traditën, por edhe turizmin e qytetit si një destinacion i rëndësishëm kulturor, jo vetëm në Juglindje, por në të gjithë Shqipërinë.